Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salli wa sallimu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yawmiddin wa ba'd. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Allahun jalla wa ala falenderojm. Salavat dhe selamet tona mbi pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, i dërgojmë mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata të cilët rrugën e këtij pejgamberi deri në ditën e gjykimit e pasojnë. Në gjëratën e kaluar kena bën një hyrje rreth nisjes muslimanëve drejt Ka'bes, ose rreth asaj se i dërguari Allahu alaihi salatu wassalam për shkak të konfliktit të një dy fiseve, të cilët ishin njëri fis ishte aleati muslimanëve dhe tjetri i Kurejshve. Tashmë pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam për shkak të thyrjes së marrëveshjes nga ana e Kurejshve ja mësyn Ka'bes, ja mësyn çlirimit të Mekës. Ky çlirim i cili tham ndryshe njihet si El-Fethul A'zam, çlirimi më i madh në historinë e dinit Allahut xhalla xhelalu. Ndër tjera përmendëm një çështje, thash të cilën duhet ta marrim me seriozitet të madh. Ajo është diskrecioni ose fshehja e lajmeve brenda një lëvizje. Dhe tham që i dërguari Allahut alaihi salatu wasallam nuk i kishte lajmëruar madje sahabët më të afërt për destinacionin se ku janë nis. Po ne jena tu shku si ushtri, po ku jena tu shku nuk e dim dhe nuk do ta shfaq këtë lajm, nuk do ta jep deri para nisjes për një ditë ose disa orë përpara nisjes, edhe atë në një numër të caktuar të ngushtë. Unë duket përmenda ligjëratën e kaluar, se Aisha radhiyallahu ta'ala anha e pa ditë se ku janë nis. Megjithatë, duke lexuar sot, e gjeta një transmetim të Aishës radhiyallahu ta'ala anha, të cilin transmetim e kanë shënuar një numër i madh i ulemave, dhe transmetimi është i mirë. Thotë që Ebu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu hyni te Aisha radhiyallahu ta'ala anha dhe e gjet ja duke përgatitur ushqim për rrugtim. Do me thonë, përgatitja e ushqimit është përmend këta në transmetim në detaje. Ka marrë, ka shoshit grunin. Çka është grun? Pastaj atje gruni është, do me thonë, është blujt. Ka pat punë përgatitja e ushqimit në të kalumen. Kështu që Ebu Bekri ka pas se Aisha është duke shoshit grunin, edhe i ka thonë për kë e shoshit ose për kë e përgatit ushqimin, apo duhet dalim në betej? Tha Aisha radhiyallahu anha po. E tha Ebu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu, e për ku? Aisha i thot po duhet dalim në betej, andaj shko bënu hazër, bënu gati. Ebu Bekri i tha për ku të bëhem gati? Tha Aisha radhiyallahu ta'ala anha, nuk na ka treguar i dërguari Allahut alaihi salatu wasalam asgjë, përveç se na ka urdhëruar ta bëjmë gati. Do me thonë, ne si familja e tij jemi të urdhëruar që ta bëjmë gati dërguarin Allahu sallallahu alaihi wasallam. Kjo ka qenë atmosfera e përditshme. Askush nuk e di ku shkohet, derisa tham do të vjen pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam, do ta lajmërojë Abu Bekrin, pastaj do të lajmërojë një numër të caktuar të sahabeve për drejtimin e ushtrisë së muslimanëve. Këtë herë ushtria e muslimanëve është si në mote, 10.000 ushtarë, është numër i madh. Megjithatë, në këtë atmosferë të fshehtë për destinacionin ku shkohet, disa sahabe e dishin se ku shkohet. Në mesin e tyre një sahabi që ka prezantuar betejën e Bedrit, Hatib ibn Abi Balta'a radhiyallahu ta'ala anhu. Në këto rrethana, Hatib ibn Abi Balta'a kupton që ai është prej të rrallëve të cilët e dinë këtë lajm. Sepse ai është prej atyre të cilët kanë bë hijret në fillim, prej muhaxhirinëve, dhe ka marrë pjesë në Bedër dhe është konsideruar relativisht i afërt për të njohur disa sekrete të shtetit. Kështu që i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam e ndan ose e veçon Hatibin në mesin e atyre të cilët e kanë ditë këtë sekret, do me thonë destinacionin ku është të shku ushtria e muslimanëve. Hatib ibn Abi Balta'a takon një grua në Medinë, e cila ishte nga fisi Muzejne. Historia e asaj gruas, t'i bi shkurt, është se ajo është e Mekës, ka ardhur në Medinë dhe në Mekë është njohur ajo për thurjet poezisë dhe për këngëtare. Kështu që ajo ka thurr poezi dhe ka kënduar përpara burrave dhe grave, në për dasma, në për evenimente kështu me radhë. Por ama ka ardhur në Medinë me pretekst që un jam duke lyp diçka prej muslimanëve dhe i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam urdhnon disa prej muslimanëve, sidomos fisin Banu Hashim dhe Banul Muttalib nga muhaxhirin, që t'i japin diçka asaj, le të kthehet në Mekë. Edhe ato e ngarkojnë domethënë me të mira dhe japin do plazh dhe pak pasuri dhe i thon kthehu në Mekë për shkak se nuk ishte besimtare. Por ama Hatib i jep kësaj grua 10 dinar
të artë dhe jep një letër. Kështu që kjo grua niset, dhe kur niset drejt Mekës, pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam e thirr 3 sahabe. Hadithin e transmeton Buhariu dhe Muslimi, andaj thot Ali radhiyallahu ta'ala anhu, pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam më ftoi mua, Az-Zubair ibn al-Awwam dhe Abu Marthet al-Ghanawi në transmetim Miqdad ibn Amrin, 3 persona. Radhiyallahu ta'ala anhu, që të 3 kalorës. Dhe na tha alayhi salatu wassalam, nisuni derisa të mrinin tek një vend që quhet Rawdatu Khakh. Dhe kur të mrinin këtë vend do ta gjeni një grua idhujtare nga fisi Muzejna. Dhe ajo ka me vete një letër nga Hatib ibn Abi Belda të dërguar për mushrikt e Mekës, andaj sillmeni mua atë grua ose atë letër. Kështu që Aliu radhiyallahu ta'ala anhu thot, u nisëm të 3 kalorës. Unë, Az-Zubair, edhe Abu Marthet ose në transmetim Miqdad ibn Amri, në këtë vendi që quhej Rawdatu Khakhin. Dhe kur shkuam aty e gjetëm këtë grua. Paramendoj këtë skenar. Dërgohet Aliu me këto 2 sahabe të një vend. Shkon filan vendi. Tamam, filan vendi, çka gjejmë? E gjeni një grua e cila ka një letër. Gjë e parë, informatën që e ka marrë pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam, prej nga e ka marrë? Prej wahit. Andaj asnjëni prej këtyre 3 sahabëve nuk dyshon në saktësinë e pozitës gjeografike, as në saktësinë e përkatësisë së asaj grua në këtë fis dhe se ajo është idhujtare. Asnjëni s'dyshon. Po kur mrinte ajo grua, i thot Aliu e gjetëm këtë grua mbi deven e saj. Në atë vend ku na tha i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo është realizimi i parë i asaj që lajmëroi pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam. Thot Aliu, pastaj kontrolluam plaçkët e saj, se e zbritëm atë nga devja e saj, e më thanë shokët e mi, do me thanë Zubairi edhe Miqdadi ose Abu Marthed, më thanë që s'pas ka asnjë letër. Më pas thot Aliu radhiyallahu ta'ala anhu, ju thash atyre, ju e dini mirë se i dërguari Allahu alayhi salatu wasalam nuk na ka gënyer, dhe se ai alayhi salatu wasalam nuk gënjen. Më pas i kërcënohet kësaj grua duke i thënë, pasha atë në të cilin betohet Aliu, me thënë pasha Allah, në të cilin betohem unë, pasha atë në të cilin betohet Aliu, nxire letrën ose do të zhvesh. Do me thënë nxire letrën, të cilën e ke, sepse unë jam i bindet se ti ke letër, ose për ndryshe do të zhvesh. E unë do me thënë të bëj një paralele mes një grua të kësaj kohe dhe kësaj mushrikes. Kjo mushrike është ndër personat të cilët nuk janë falur pas çlirimit Mekës, sipas shumicës dhënave. Do me thonë, i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, siç dashohim, në çlirimin e Mekës tha idhhabu fa antum mutlaqa, shkoni nga se ju jeni të falur, por për të gjithë njerëzit. Kishte do me thonë amnesti për të gjithë. Për pos se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam numëroi disa persona, emrat e së cilëve mund t'i numërosh në gishtat e një dorës. Në mesin atyre thuhet se ka qenë edhe kjo grua. Megjithatë, tha Aliu, çite letrën ose zhveshim ne, edhe 3 veta çohin. 3 veta çohin. Mushrike me vlera arabe. Nuk donte që ta shohin as 3 veta. Andaj thot Aliu, futi dorën e saj në xhybe, në brezin e saj, dhe nxori letrën në transmetim, nxori gërshetat e saja dhe prej gërshetave nxori letrën e saj. Sot bijat tona, të muslimanëve që falin 5 kohë, dhe ndoshta vet ato bijat tona, falin 5 kohë, vullnetarisht zhveshen përpara dynjos vetëm se ky vend e ka emrin plazh dhe është shumë e kapshme për ne dhe normale të zhveshen. Shumë e kapshme. Aliu këtë e ka përdorur si teknik kërcënimi. Nxire letrën se zhveshin. E sot nuk, kjo teknikë e kërcënimit sot nuk ka buk. Për shkak të prishjes së natyrshmërisë dhe disbalansit të natyrës që ka njerëzit. Sa dush kërcënoj, thotë unë zhvishem vetë, nuk ka nevojë të më kërcënojsh. Për ditë e bëj këtë punë, ose e bëj 2 javë ditë në det kur shoj, krejt dynja jam sheh, çka se më shojnë 3 vetë. Edhe kjo nuk ka qenë besimtare, vëllezër. S'ka besuar në Allahun as në ditën e gjykimit. Ka qenë mushrike në Allahun te baraka ve taala. Megjithatë,
ka urrejt që ta shohin 3 burra të huj trupin e saj. Andaj e ka nxjerr letrën dhe ja ka dhënë Aliut radhiyallahu ta'ala an. Më pas, erdhi letra te pejgamberi Allahut alayhi salatu wasalam, dhe i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam lexon letrën min Hatib ibn Abi Balta'a radhiyallahu ta'ala anhu deri te mushrikët e Mekës, i lajmëron se pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam ja ka mësuar Mekës. E për ta kuptuar, do me thonë atë rëndësinë e veprës që e ka bërë Hatibi, kuptoje se shumica ushtrisë muslimanëve nuk e ka nditë ku shkoi. E Hatibin në këtë rast e lajmëron armikun se ku është të shku ushtria e muslimanëve. Kështu që i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam e merr letrën, e thirr komandën e ushtrisë, në mesin e tyre Hatibi, edhe i thot: "Ma hamalaka ala hadha ya Hatib?" Ti o Hatib ta bësh këtë punë. Çka është ajo e cila të ka shtyj me e bën që këtë vepër? Me dal dhe me i dërgu letër mushrikëve të Mekës, me të cilët ke dal pale sa herë në luftë, të cilët kanë dëbu nga vendlindja jotë. Pse e bën këtë? Tha Hatibi radhiyallahu ta'ala anhu: "La ta'jal alayya ya Rasulallah." Tha mos u ngut me mu o pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam. Tha për dallim nga muhaxhirët tjerë që kanë farefisin e tyre në Mekë, unë nuk jam i tillë, sepse Hatib ibn Abi Balta'a me prejardhje ishte nga Jemeni. Po, ishte i Mekës, po nuk kishte fisin e tij në Mekë, nuk është mekeli me prejardhje. Ai është ardhacak Mekë. Andaj nuk ka fis i cili t'ja mbrojë çat pak familje dhe çat pak pasuri. Kështu që thot të gjithë muhaxhirinët kanë familjet e tyre që u mbrojnë interesat atyre në Mekë, kurse unë nuk kam. E thot pasi miki e para, do me thonë pasi që s'kam fis, mendova të kem një favor, një zheton të ne i thonë me gjuhën, çka e përdorim ne, tek mushrikët që ata ta mbrojnë familjen edhe pasurinë time në Mekë. Andaj tha Hatibi radhiyallahu ta'ala anhu: "Walam af'alhu kufran wala irtidadan an dini." Nuk e bana si kufër, as si ridden nga feja ime, wala ridaan bil kufri ba'da al-islam. As nuk e kam ba se jam i kënaqur me kufrin pas islamit. E pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam e dëgjon me maksimumin e qetësisë. Edhe çfarë thot? Tha i dërguari Allahut alaihi salatu wassalam: "Amma innahu qad sadaqakum." Se i përket asaj që e thot Hatibi, e ka thonë të vërtetën. Në transmetim, se i përket asaj që thot Hatibi, e ka thonë të vërtetën, andaj mos i thoni atij vetëm se mirë. Kuptohet, në kësi lloj rrethana do të ketë reagim. Dhe ky reagim është reagim normal deri diku, për shkak se vjen nga një lloj indinjate, të cilën do ta ndjen dikush mesin e sahabëve. E i pari i cili do të reagoj, do të jetë kush? Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu ta'ala anhu, i cili nuk do ta fshehë indinjatën e tij, por ama me këtë do ta thën urdhrin e dërguarit Allahu sallallahu alaihi wasallam që të mos flasin vetëm se mirë. Andaj tha: "Da'ni adriba unuq hadha al-munafiq." Tha: "O ja Rasul Allahi, laqad khana Allahe wa rasulahu wal mu'minin." O i dërguari Allahut, ka të rrethuar Allahun, pejgamberin e tij dhe besimtarët, andaj më lër që t'ja hek kokën këtij munafikut. E pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam po i thot Omerit radhiyallahu ta'ala anhu: "O Omer, wa ma yudrik la'alla Allahu ittala ala ahli Badrin fa qala lahum i'malu ma shi'tum qad ghafartu lakum." E ç'të bën ty ta dish? Mos po e din se ndoshta Allahu ka shiku banorët e Bedrit, pjesëmarrësit e Bedrit dhe ju tha atyre: "Bëni ç'doni nga se unë ju kam fal juve." Do me thonë Allahu ka shiku zemrat e atyre që kanë marrë pjesë në Bedër dhe ju ka thonë atyre: "Bëni ç'doni nga se unë u kam fal juve." Mëkatet. Thumme beka Umar, më pas qajti Omeri radhiyallahu ta'ala anhu, duke thënë: "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allahu dhe i dërguari i tij sallallahu alaihi wasallam e din më mirë. Thot Aliu, më pas Allahu zbriti fjalën e tij. Për këtë ka zbrit ajeti i parë i surës Al-Mumtahina. Tha Allahu jalla wa ala: "Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya." O ju që keni iman, mos e merrni armikun tim dhe tuajin si miq, tulquna ilejhim bil mawaddah, duke ju shpreh atyre dashuri, ndërkohë që ata bën kufër në atë e cila ju erdhi juve, duke dëbuar të dërguarin e Allahut dhe juve, prej Mekës do me thonë,
vetëm se besuat në Allahun, në Zotin tuaj. Nëse jeni nisur, nëse keni dalë, gjihaden fi sebili, o ptiga e merdhati, nëse keni dalë në gjihad në rrugën time dhe duke kërkuar kënaqësinë time, mos u tregoni dashuri atyre, ose simpati atyre, fshehu razim, ndërkohë që unë e di mirë atë që ju e fshihni dhe atë të cilën ju e shfaqni. E kushdo prej ju thot Allahu, që e bën këtë gjë, ai me të vërtet ka devijuar me një devijim të qartë ose është larguar nga rruga e drejtë. Hatib radhiyallahu ta'ala anhu nuk ishte munafik me dëshminë e pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Por ama në gjuhën bashkohore ai kishte bënë tradhti ushtarake. Ajo është se ka dërguar letër armikut për t'i treguar atij niyetin e pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dhe ajo që tregon seriozitetin e situatës është se kur vjen Xhibrili alayhis salam tek pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam për t'i treguar për këtë grua nga fisi Muzejne, i dërguari Allahut alayhi salatu wasalam, pa hezitim, miniher, por pa panik, pa e bërë lajmin publik, dërgon 3 ndërkalorësit më të mirë të tij, Aliun, Zubairin dhe Miqdadin, që ta zanë këtë grua që tregon për seriozitetin e situatës dhe se neve kjo letër na duhet shumë më shumë se sa që e mendojnë njerëzit. Gjë tjetër është se rasti Hatibit radhiyallahu ta'ala anhu është mësimi i madh për mua dhe për ty. Është mësimi i madh për atë që del namaz sabahit dhe bën dhikrin në xhami. Dhe kur del prej xhamie nuk gjen askënd pi xhamatit vet, dhe ndoshta i duket vetja sahabe. Dhe ndoshta i duket vetja më e mirë se i gjithë populli ku ai jeton. Është mësimi i mirë për atë i cili vjen në ders, edhe i duket viti i privilegjuar, edhe i duket vetja e zgjedhur nga ana Allahu se unë bëj këtë punë. Është ders i mirë për atë i cili bën gjëra të cilat shumica e njerëzve as nuk ju shkojnë ndërmend t'i bëjnë. Është ders i mirë për atë tri i cili ka lëshu mjekrën në shoqëri ku ndoshta mjekra ka qenë e përbuzur. Është ders i mirë për atë vajzë e cila ka vënë mbulesën në shoqëri ku mbulesa është prapa mbeturi. Në çfarë aspekti është ders? Hatib radhiyallahu ta'ala anhu është prej muhaxhirëve. Është dëbu nga vendi i tij Mekë. Ka marrë pjesë në Bedër, saqë Allahu ka shikuar pjesëmarrësit në Bedër dhe ju ka thënë atyne bani ç'të doni, nga se unë ju kam falur. Mirë po merita e së kaluarës nuk neutralizon rrezikun e gabimit të së ardhmes. Mbaj mend këtë rregull. Merita jote se ke bën një vepër të mirë të kaluarën nuk e asgjëson, nuk e minimalizon rrezikun e gabimit tënd në të ardhmen. Pse? Për shkak se ke të bësh me nefsin e njerijut. E nefsi njerijut mbjen në gracka të shejtanit. E shejtani këtë e do nga njeriu, që ai ta bën një vepër të mirë dhe ndoshta kërkon strehim dhe mbrojtje tek Allahu dhe i mbështetet Allahut për një periudhë të gjatë që mos të bjen në grackën e shejtanit të mahnitnet me vepra që i ka bërë. Por ama përpara atij del një kërkesë e natyrshme në veten e tij. Mbrojtja e familjes, rreziku që mund të jetë për pasurinë time. Dhe ky logjikim që mund t'i vjen njeriu dhe kjo luftë e brendshme që e bën ai me nefsin e tij, vjen dikush jashtëm, ai shejtani, dhe shfrytëzon këtë kërkesë të nefsit të tij, që është kërkesë legjitime për ta mbrojtur në këtë rast pasurinë dhe familjen, dhe e bën njeriu që t'i shkel parimet e tija, edhe nëse në të kaluame ka qenë prej atyre të cilët kanë bartur qëndrimet, flamurin e njerëzve të qëndrueshëm gjatë përballjes së hakut me batilin. Hatib ka qenë në Bedër dhe për Bedrin kanë zbrit ajete, për njerëzit e Bedrit kanë zbrit ajete. Allahu ka veçuar ata që kanë prezantuar në Bedër nga të gjithë sahabët. Megjithatë, nefsi njeriu të bën njeriu që dëniherë t'i shkele këto mirësi që i ka bën të kaluar. Edhe Hatibi e ka pranu gabimin minje. Po tha nuk e ka bë si kufër, as si ridde. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ja pranon deri këtu arsjetimin, tamam, nuk e ke bë si kjo, si kjo, si kjo. Megjithatë, kjo nuk është e vogël. Pse nuk është e vogël? Nga e dim se nuk është e vogël. Jo, përpara kufrit, nga e dim nëse është e madhe. Bravo. Xhibrili ka zbrit për këtë. Xhibrili nuk zbret në tokë për diçka thjesht.
Pse është madhështore, Gjibrili ka ardhur ka thonë letër prej Hatibit. Hatibi është i veçantë në mesin tonë. Po ne kemi vëllezër hatiba të cilat bëjnë gabime për dishmërinë e tyre. Dhe ne duhet t'i trajtojmë ato sikur se e ka trajtuar pejgamberi sallallahu Hatibin, jo sikur se e trajton Omeri Hatibin. Jo sikur se e ka trajtuar Omeri Hatibin. Por ama, gabimi i Hatibit zban të normalizohet, as thuhet se nuk është gabim. Nga e marrim këtë? E marrim nga se ky gabim individual, në dinin Allahu Gjelle Gjelaluhu, është trajtuar me wahi dhe është bë norm ligjore deri në ditën e gjykimit. Sa që Allahu ka zbrit ajet, ja ejuhalladhina amanu, i drejtohet Hatibit, thot Shekh Atije Salim rahimahullah. Të gjithë dietarët e tefsirit janë të pajtimit se ajeti i parë i kësaj surës ka zbrit për Hatibin. Ja ejuhalladhina amanu, o ju që keni iman, lexoje o Hatib. O ti Hatib. Mos e merr një armikun tim, e as tuajin miq, veç Allahu Gjelle Gjelaluhu. Tulqune ilejhim bil mewadde, duke ju shpreh atyre simpati e dashuri. Për diçka nga kjo dynja. E Allahu Gjelle Gjelaluhu, po na e ka pru neve rastin e Hatibit që unë edhe ti të marrim si. Mund të kena vepra të mira të kalumen, ama gabimet e së ardhmes nuk do me thonë se nuk do të ballafaqojmë me to. Do të bëjmë gabime dhe së. Por gabimin do të pranojmë si burra se është gabim. Mos thuaj ti kush jam unë. Ajo çka je ti dhe çka ke qenë, nuk merret parasysh në kantar të gabimeve dhe në parime. Hatib e dish kush ka qenë një nga 300 burrat më të mirë që kanë ecë në tokë. Megjithatë, sa që Omeri ka thonë linën t'ja hek kokën ti munafik. Por ama thash, mos e trajto Hatibin sikur se e ka trajtuar Omeri radhiyallahu ta'ala. E më pas ta ulesh kokën dhe qash. Po trajtoje Hatibin sikur se meriton të trajtohet, sidomos nëse arsjeton sikur se është arsjetu Hatib ibn Abi Balta'a radhiyallahu ta'ala anhu. Ky rast vëllezër na mëson se askush nuk është imun nga gabimi. Çdo kush mund të bëj gabim, madje edhe bedrijint, njerëzit që kanë marrë pjesë në Bedër, edhe pse Allahu ka fal. Por ama ka mundësi që të bëjnë gabime, dhe gabimet jenë më të rënda se sa ndoshta gabimet e njerëzve tjerë. Diçka tjetër që shohim nga ky rast është trajtimi i matur i pejgamberit Allahut alayhi salatu wassalam të rastit të Hatibit. Edhe pse ne jena të folë për çlirimin më të madh në histori, më i madh. Megjithatë pa panik, pa ngutim, thret 3 persona, sepse lajmi i cili na ka ardhur është i vërtet. Megjithatë, ma hamalaka ala hadha ya Hatib. Ç'të shtyu ta bësh këtë o Hatib? Unë lajmin e kom pi Xhibrilit, nuk kom dyshim se ju ke dërgu letër aty. As nuk të pyej se ai ke shkruajt letrën. Po ç'të shtyu se motivin Xhibrilit s'ma ka kallë. Motivi nuk ma ka kallë. Pastaj e le Hatibin që të flet përpara të gjithëve, duke na mësuar neve se si menaxhohen situata në kohë krizash. Mos ngutu valla. Se çohet dikush me temperamentin e Omerit, dhe thot linën t'ja hek kokën, dhe një i cili e ka hasën, Hatibin thot hiqa kokë. Edhe muslimanët vriten janë me tjetrin. E pejgamberi Allahut alayhi salatu wasalam tash po i shpjegon Omerit se ti Omer vepron ose punon me indinjatën tënde morale se e sheh këtë si gabim trant. Megjithatë, ty të mungojnë informata, të cilat unë i kam. Cila është informata? La'alla Allahi tala ala ahli Bedrin, fa qala i'malu ma shi'tum. Allahu shikoi ata që ishin Bedër dhe ju tha punoni ç'të doni. Këtë nuk e din. Atëherë Omeri e kupton rahmetin e Allahut dhe pozitën e veçantë që kanë këta njerëz. Andaj tha, duke qajt dhe duke i lotu syt, Allahu wa rasuluhu. Allahu dhe i dërguari i tij sallallahu alaihi wasallam e din. Kështu që pejgamberi Allahut alaihi salatu wasallam nuk e përjashton Hatibin nga komanda, as nuk e përjashton nga kjo ushtri. Vazhdon Hatibi, po i qortuar në publik, po duke pranu gabimin e tij, po vazhdon të jetë pjesë e kësaj ushtrie e cila do ta çiron Mekën, sikur se ka qenë pjesë e ushtrisë e cila ka qenë në betejën e Bedrit. Më pas i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam organizon në aspekt juridik ose në aspekt administrativ qytetin e tij Medinë
dhe vë në udhëhecit Medines një sahabi, a është Ebu Rahm el-Ghifari, radhiyallahu ta'ala anhu, si zëvendës të tij në Medinë, dhe niset drejt Mekës në krye të 10.000 ushtarëve, thamë që një pjesë e tyre do t'i bashkangjitet gjatë rrugës, ndërsa të gjithë muhaxhirinët dhe të gjithë ensart do të marrin pjesë në këtë betejë. S'ka muhaxhir dhe ensari i cili ka qëndruar në Medinë. Të gjithë kanë dalë në betejë me pejgamberin Allahut alayhi sallam, dhe kjo është një prej veçorive të kësaj betejë. Gjë interesante e cila do të ndodh gjatë rrugës është çfarë? A dini se? Ndrimi rrugës. Kjo nuk e di. Ai mohabeti që do ta imodhi atë rrugën ndaj çështë për nuk e. Jo, ajo tjetër është. Ajo për Medinë është. Është e vizita e varrit të nanës së pejgamberit Allahut alayhi salatu wasallam. Apo? Këtë hini dëgju të gjithë. Transmeton el-Buraid ibn al-Husayb radhiyallahu ta'ala anhu, thot ishim 1000 kalorës. Dhe thot u ndalën me një vend pushim, edhe e mërton vendin. Thot që vendi ka qenë ose në Ebua ose në Waddan, shumica e transmetimeve sikur aludojnë se është ky vend Waddan. Dhe thot zbriti i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam me ne dhe i fali 2 recate. Më pas të tash këto 2 recate ndoshta kanë qenë recatet namazit nafile natën, mirë po sikur duket që janë 2 recatet ndonjë namazi. E thot Burejdia, thot u kthy pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me kahne dhe syt e tij lotoni. Pastaj u çu kush? Omeri radhiyallahu anhu. Do ta kuptoni niset. Afërsia e Abubekrit dhe Omerit me pejgamberin Allahu sallallahu alajhi wasallam duket madje edhe në bashkrimin që ja bëjnë sahabët çdo situatë. Kështu që ai i cili para flet është Ebu Bekri ja Omeri. Andaj në hadithin që të gjithë ju e keni dëgjuar, në hadithin e Ebu Hurajrës radhiyallahu ta'ala anhu, që pejgamberi Allahut alayhi salatu wasalam gaboi në një prej 2 namazeve të ditës, janë ikindia në drek dhe dha selam në rekatin e dytë. Andaj u çua një sahabi që i thonin atij Dhuljedein, sahabi me 2 duar të gjata, dhe foli i pari. Tha: "E kusirati salatu am nasita ya Rasul Allahi?" A u shkurtu namazi apo ke harruar i dërguari Allahut? Me pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e thot, e shikoi Ebu Bekrin dhe Omer, pse ju dis po folin? Pse folën ky? Me fjalë tjera, me një xhamat xhamie, duhet të ketë njerëz të ditur, të cilët duhet të jenë më të vëmendshëm për atë që bën imam. Mirë po Ebu Bekri dhe Omeri, gjithashtu janë në krye të sahabeve që kanë maksimumin e edukatës me pejgamberin Allahut sallallahu alajhi wasallam. E sikur ata po e largojnë mundësinë që i dërguari Allahu sallallahu alajhi wasallam kishte gabuar namaz. E thotë sadaqa Dhuljedein, ai thotë vërtetën Dhuljedeini që i kanë falë 2 recate. Tha Ebu Bekri dhe Omeri, po, banën me isharet, po. Tha lem tuqsar wa lem ansa, nuk e kam shkurtu, as që kam harru. Ai tha bel nesit, e ke harru o pejgamberi Allah. Thotë atëherë shikoj Ebu Bekrin dhe Omeri. E du të them që Ebu Bekri dhe Omeri kanë një lloj të veçantisë, kontakti dhe të komunikimit vazhdueshëm me pejgamberin Allahu sallallahu alajhi wasallam dhe shokun e tyre. Andaj kur pejgamberi Allahu sallallahu alajhi wasallam kthehet ka xhamat dhe sytë e tij lotonin, Omeri radhiyallahu ta'ala anhu e kupton që diçka nuk është në rregull. Thot fidake abi wa ummi ya Rasulullah. Bofsha nane e bab kurban për ty, o pejgamberi Allahu sallallahu alajhi wasallam. Madha bik? Çfarë është ndodhur? Se kjo e qajtme nuk është e qajtme normale në namaz. Ka diçka të veçantë. E tha pejgamberi Allahut alayhi salatu wassalam. Tha e kam lutë Allahun xhelle xhelaluhu që të më lejoj lypi falje për nanën time, por ai nuk më lejoi. Andaj më lotuan syt si mëshirë për gjendjen e saj nga dhimbja ose nga dënimi i zjarrit. Kështu që pejgamberi Allahu sallallahu alajhi wasallam ka qajtur për nanën e tij. E unë sikur se them shpesh në ligjëratat tona vëllezër. Për të kuptuar madhështinë e këtyre burrave, pejgamberit Allahu sallallahu alajhi wasallam dhe sahabeve, duhet ta kuptojmë natyrën e tyre njerëzore, dhe se ata janë njerëz. Jo sahabi është ai valla me laçe ecën nëpër tokë. Jo, me laçe. Ky me laçe i cili i thot linëm t'ja he kokën shokut ngushtë. Me laçe është. Po situata njerëzore janë këto. Për ta kuptuar madhështinë e tyre dhe dorëzimin e plot të tyre ndaj Allahut dhe pejgamberit Allahut alayhi salatu wasalam,
kuptoje natyrën e tij njerëzore. Sa që kur i thot pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam Omerit, o Omer, nuk e din, ku e din se Allahu çfarë ka thonë për ata që kanë qenë Bedër? E Omeri e ul kokën miniherë ul kokën, dorëzim ndaj Allahut dhe pejgamberit të tij alayhi salatu wasallam dhe tha Allahu wa rasuluhu a'lam. Allahu dhe i dërguari i tij alayhi salatu wasallam e din më mirë. Njëjta këtu vëllezër. Ky pejgamber tash po na shfaq një pjesë të natyrës së tij njerëzore. Unë jam njeri dhe nana ime më dhimbset. Dhe kam lutur Allahun që Allahu më lejoj që të kërkoj falje, por Allahu nuk më dha leje. Thot Imam Neveviu rahimahullah, në këtë hadith ka argument për lejueshmërinë e vizitës së mushrikëve gjatë jetës së tyre. Lejo ta vizitosh një mushrik duke qenë gjallë. Nga e merr kët, thot lejohet kjo. Ka argument kët duke qenë gjallë, sepse thot pasi që lejohet duke qenë të vdekur, kuptohet se më e lejuar është duke qenë gjallë, se ka mundësi që të bëhen musliman. Andaj lejohet, ka thonë, vizita e mushrikit duke qenë gjallë dhe varrezave të tyre, sikur se thot në këtë hadith ka ndalim të kërkimit të faljes për mosbesimtarët, Allahu na ruaj. Gjatë rrugës, duke ecë, pejgamberi Allahut alayhi salatu wassalam me sahabet e tij, rrugën do t'ja presin dy personalitete të shquara në shoqërinë Mekës. Njëri prej tyre është djali i Axhës i tij dhe vllau i tij nga Qumshti. Tjetri është djali i Hallës edhe kunati i tij. I pari është Ebu Sufjan ibn al-Harith, ndërsa i dyti është Abdullah ibn Abi Umayya. Abdullah ibn Abi Umayya është vllau i Selemes, nga nana. Djali i Allahut pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam Atikes. Edhe Selemen e ka vlla vetëm nga baba, jo nga nana. Që do me thonë Atike nuk është nana e Selemes. Ebu Sufjani do të vjen me djalin e tij Xhaferin, muhajirin ila Rasulillah, hijret duke bë te pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam. Dbana musliman. Do me thonë, mendoj e kështu Allah. Dë vjen koka e kufrit, muhajiran, te kjo ushtri e cila është dëbu nga Mekja, e nënshmuar dhe e poshtruar, dhe koka e tyre vjen, dhe thot, unë du të bëj musliman. Ose thot, du të tako me pejgamberin Allahut alayhi salatu wasallam. Por ama pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam nuk pranon takimin me to. Ja. Sa që Ebu Sufjani dhe Abdullahi insistojnë, e pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam thot, ja, shkon në Seleme, këtë ka vlla. Thot, ja Rasul Allah. A vllau jot, do me thënë Ebu Sufjani është vllau nga Qumshti, se Ebu Sufjani është djali i kësaj, thoni, Halime Saadijes, nga Qumshti. A vllau jot, edhe djali i Axhës tant, edhe djali i Hallës, edhe kunati jot, ti je njerëzit më shkatruar për shkak të afërsisë që kanë me ty, do me thonë, ato për shkak se kanë qenë të afërt, kanë pat një lloj armiqësie, a këto të jenë më të shkatrumit, tha pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam, la hajat li fihim. S'kam nevojë për ato. Le të shkojnë ku do. Edhe për ta kuptuar këtë ndjenjë pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam, duhet ta rikthejmë pak historinë mbas. Ebu Sufjanin e din, po Abdullah ibn Abi Umayya, a dini diçka rreth tij? Tha pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam, se i përket parit Ebu Sufjanit, ma kanë për këmbë nderin ku kam rrinë. Derisa ka dalë në luftë dhe ja ka vrarë shokët më të afër. Se i përket djalit Hallës tim, edhe mikut tim, do me thonë konatit tim, ti e din çka ka thënë në Mekë. Çka ka thënë? Ky është ai të cilin Allahu fjalën e tij e ka përmendur në Kur'an. Ka thënë, nuk të besojmë ty derisa të na çajsh burimet e ujit nga toka, të fluturon uji. Të gurgullon çdo cep të Mekës. Atëherë të besojmë se je pejgamber. Për ndryshe, kur vdiqe Abu Talibi, axha i pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam, ai që i bante davet në kryen e tij kush ishte? Pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam. Ja am, o axha im, thuaj la ilaha illa Allah, që të ndërmjetësoj për ti në ditë gjykimit. Në kokën e tij kishte 3 koka të kufrit, të cilët rezistonin davetin e pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam. I pari kush? Ebu Jehli. I dyti Musejjeb. Musejjeb
Saidin e keni dëgju? Saidi ibn Musayyib, e keni dëgju? Saidi është nipi i Musayyib. Saidi është Said ibn al-Hazan ibn al-Musayyib. Mirë po, rreth ati ka, do me thonë, muhabeta ka qenë i pranishëm, apo nuk ka qenë i pranishëm, te koka e Ebu Talibit. Ama ai i cili s'ka dyshim, përveç Ebu Xehelit, është Abdullah ibn Abi Umeje. Madje, ati i përshkruhet thënja, e tërgabu an milleti Abdul Muttalib, apo e le fejnë e Abdul Muttalibit? Ky është ai. Abdullah ibn Abi Umeje. E pejgamberi sasim tha nuk i pranoj. Shkoi në karavanin e tij, mirë po Ebu Sufjani i vendos. Tha wallahi, ja do të më pranon pejgamberi Allahut alayhi salatu wassalam. Tash ky është i vendos në iman, sikur se ka qenë i vendos në kufër dhe në luftë ndaj dinit të Allahut. Njëherë që insiston, tha wallahi jam pranon, ja da marr këtë gjalin tim, i vogël, për dore dalim shkretin derisa të vdesim. Nga e ka ditë se ky është kërcënimi real pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam, se e ka njoftë Ebu Sufjanin. Kanë qenë shok përpara Islamit. Edhe ka ditë se ky e merr djalin dhe dalin shkretin dhe vdesin të ditë nga uria dhe etja. Andaj pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam ju dhinte Ebu Sufjani dhe djali i tij Xhafer. Edhe kjo është butësia e pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. 20 vjet armiqsi o vëlla. Ky mi ka vrarë njerëzit më të afërt. Madje ky është një ndër sebepet për gjithçka të keqe çka na ka ndodhur. Ky ju dhimt e tha po i pranoj. Por ama Aliu shkoi te Ebu Sufjani edhe te Abdullah ibn Abi Umeje dhe po i thotë Ebu Sufjan, o Ebu Sufjan, unë të këshilloj me diçka. Kur të vish tek pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam, fol sikur se kanë folur vëllezërit e Jusufit përpara Jusufit. E tha, po çka të them? Tha thuaj, laqad atharaka Allahu alejna. Allahu ty të ka dhënë përparësi ndaj nesh. Edhe ne kina qenë gabimtar. Ne kemi gabu. Edhe dashur se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam nuk le që dikush të flet fjalë më të mira sa. Po ti e di me ka ke punë. Ti ke punë me njeriu më bujar dhe më fisnik, me pejgamberin Allahu sallallahu alaihi wasallam. Andaj përgjigjja e pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam ndaj Ebu Sufjanit dhe Abdullahit do të jetë si përgjigjja e Jusufit me vëllezërit e tij. Than ata, o Muhammed alayhi salatu wasallam, laqad atharaka Allahu alejna. Ty Allahu të ka ngrit për mbi ne. Dhe ne ishim gabimtar. Ne ishim gabimtar. Ju përgjigj pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam, siç ka thënë Allahu për fjalën e Jusufit, la tathriba aleikum al-yawm. Yaghfiru Allahu lakum. Fa nuk ka qortim sot për ju. Allahu ju ka fal. Dhe Allahu është më i mëshirshëm ndër ata që mëshirojnë. Allahu fal xhella xhelaluhu. Ebu Sufjani u bë musliman dhe do të tregon qëndrueshmëri të veçantë gjitha betejat e afërta me pejgamberin Allahut alayhi salatu wasallam. Në Hunain, në Taif, Abdullah ibn Abi Umeje do të bëhet musliman dhe do ta dëshmon qëndrueshmërinë e tij në dinin Allahu xhella xhelaluhu. Dhe do të lufton në shlirimin e Mekës, në Hunain, betejën e Taifit, dhe do të vritet në Taif shahiden in Allah. Shahid tek Allahu xhella xhelaluhu. Andaj mos thuj për asnjë kokë të kufrit se ky s'bëhet asnjëherë. Se është bë ai i cili është bë sebeb për kufrin e Ebu Talibit. Ky është bë musliman dhe ka ra shahid dhe ka shku tek Allahu xhella xhelaluhu shahiden. Andaj duhet kemi zemër gjerësi për ta paramendu se më i keqin mesin ton mund të jetë nesër më i mirin mesin ton. Më i keq. Kur Ebu Sufjani dhe Abdullah ibn Abi Umeje janë ba këto që janë ba, çka mendon? Ka njerëz në kufrin e tyre sot? Normal se s'ka. Sa askush prej tyre nuk ka luftu direkt kundër pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe fjalën e askujt prej tyre Allahu nuk e ka përmend si citat në librin e tij xhelle xhelaluhu. Për detaje tjera inshallah taala do të flasim ligjëratën e ardhshme, do të vazhdojmë për rrugtimin e muslimanëve drejt Mekës, për disa ndodhi që kanë ndodhur përgjatë rrugës dhe më pas tan ngadalë duke hyrë dhe duke treguar për detaje që kanë